Këngëtari i njohur Shpak Kasapi ka konfirmuar ndarjen nga bashkëshortja e tij, Selvie Jao, duke lënë të nuk kuptohet se është ai shkaktari i fundit të martesës. Këngëtari ka bërë një postim në Instagram ku i jep mesazhin që mos gabon me gruan, se të falë, të lënë, duke treguar kështu një gabim të tij, i cili ka sjellë ndarjen mes tyre. Kriju disiplinë, ushqeo mirë, ushtro dhe mos gabon me gruan, se të falë, të lënë, shpreh Shpak Kasapi duke e shoqëruar me një emoji zemre të thyer. Nga ana tjetër, jo më larg se 2 ditë më parë ishte Selvie, që me anë të një postimi në Instagram njoftoi ndjekësit se po largohet nga Tirana, qytet me të cilin tashmë i lidhin kujtime të thella personale. Mu në fund po largohem, por zemra ime do të mbaj gjithmonë një cepës nga ky qytet, shkroi Selvia në një Insta story. Ajo shton se në çdo cep të kryeqytetit ka lënë pjesë të shpirtit të saj, një gruaj që, siç thot ajo, luftoi, qeshi, u rrëzua dhe u ngrit për veten dhe për djalin e saj, ndërsa në postim nuk përmend në asnjë rresht Shpak Kasapin. Make-up artistja nga Gostivari, Lota nuk kuptohet se do të largohet nga Tirana vetëm me të birin, Rohilin. Prej disa javësh fansat kishin bërënëres çifti nuk ndiqej më në rrjetet sociale, dërsa Selvia një muaj më parë kishte ndarë një tjetër postim ku fliste për një periudhë të vështirë që po kalonte në jetën e saj. Mos më thoni më, nuk kam kohë apo nuk kam motivim, sepse nuk e dini sa shumë do t'ju ndryshoj jeta, kishte shkuar ajo më herët duke shtuar edhe më shumë dyshimet për një ndarje të mundshme. Tashmë me konfirmimin e saj publik bëhet e qartë se rrugët e Selvies dhe Shpatit janë ndarë, edhe pse ndarja nuk është shoqëruar me deklaratë zyrtare nga këngëtari. Postimi i Selvies flet qartë për një mbyllje të një kapitulli të rëndësishëm në jetën e tyre. Kujtojnë që çifti braktisë Shkupin për të zhvendosur më pas në Tiranë, më shumë se një vit më parë. Këtu në Tiranë do të hap dhe një lokal, jam duke u përgatitur, jam duke ardhur si biznesmen. Kohët e fundit 5-10 njihemi si një këngëtar të pop folku 15 vite po bëj që kam lënë diskon. Para pandemisë kemi bërë jetë të shtuar, kemi kënduar deri në orën 3-4 të mëngjesit, ajo është muzika në fakt, ju të këndosh në orën 9-10 të darkës. Vendosa të bëj një jetë më ndryshe se ajo në Shkup, ti kem gjërat më afër, mendova për djalin, kopshtet janë më të mira, gjua është e pastër. Megjithatë Shkupin e dua fort se atje jam rritur, por Tirana është tjetër gjë, shpreh Shpak Kasapi në një intervistë, ndërsa Selvie Jao, e cila komunikon me ndjekësit nëpërmjet rrjeteve sociale, ka bërë një rrëfim prekës muaj më parë teksa ka zbuluar djalë se djali i tyre Rohili të ishte me motor ose vulla. Ajo ka treguar se ishte në pritje të binjakëve, por e humbi njërin nga fëmijët dhe ju është dashur të luftoj për të shpëtuar Rohelin. Selvie Jao rrëfeu se medikamentet e marrë gjatë shtatzanisë i ka shkaktuar pasoja në shëndetin e saj, te nuk e merr dot guximin që të bëjë fëmijë tjetër.